Plot ngjyra e nota muzikore, u mbush kështjella e Argjiros në ditën botërore të artit. Ishin nxënësit e liceut artistik Fehmi Ibrahimi që shpalosën talentet e tyre në çdo formë përmes aktivitetit të titulluar Të shohësh përtej sipërfaqes. Pjesë muzikore, polifoni, ekspozit me piktura, maska, skena teatrale, gjithçka e përgatitur me pasion nga të rinjt. Në orën e skenografisë kemi realizuar maska me presor bledin, duke shfaqur një dyfirsyt të cilën nuk e kam tek vetja ime dhe e kam paraqitur tek maska ime që kam realizuar. Çfarë keni realizuar? E kemi realizuar e kemi nxjerr nga balta, nga argjili, me bojra akrilik, e kemi vizatuar të tëra këto dekorimet, me të cilën ka dalë shumë e bukur. Sa kohë të është dalë? Më është dashur rreth 2 muaj, po. Një aktivitet ndryshe sot nga Liceu Artistik Fehmi Ibrahimi. Atëherë unë vi me një monolog të shkurtër, në këtë rol unë jam e vërteta dhe po sensibilizojmë njerëzit që të jenë sa më real, sepse në ditët e sot me njerëzit janë përpiqen që t'i nxjerrin veset e këqija shoqërisë, përpiqen që t'i bëjnë njerëzit të ndihen keq, edhe po thjesht po japim një mesazh që çdo kush në fund të ditës tregon fytyrën e tij të vërtetë. Dhe duam që çdo kush mos të jetë negativ, mos të japi emocione të këqija tek të tjerët, t'i bëjmë të tjerët të ndihen sa më mirë. Çdo kush ka jetën e tij dhe do ta jetojë siç vet ai di. Nuk është e nevojshme që ne të ndërhyjmë ose të flasim për jetën e të tjerëve. Duam që thjesht njerëzit të jenë sa më real dhe të falim, të japim dhe të marrim të njëjtën gjë. Kur 2 fjalë nga Atëherë, pjesa e fundit dhe që është pjesa më e bukur e të gjithë monologut që unë kam është që mallkimi më i rënd që njeriu ja bën vetes është dyfytyrësia. Sepse kur fytyrat të bien, si maska të fundit një loje, çdo kush do të shohë të vërtetë dhe do të ikë. Këtë ditë të arteve botërore, unë si nxënëse e klasës së 10 vi këtu me një këngë isopolifonike, që është një lloj arti. Art nuk ka vetëm në letërsi dhe në veshje dhe në pikturë, në muzikë, në të tëra. Unë merr pjesë në këtë këngë isopolifonike sepse polifonia është diçka që unë kam trashëguar nga familja dhe që më pëlqen shumë dhe kam talent. Ky aktivitet ishte më shumë për artin dhe muzikën që ndërthyren bashkë, që sado kështu mund të ngjajnë vetvete që mund të jenë të ndara në një pjesë bëhen bashkë. Pastaj kishim dhe çik letërsin me dialog me këto. Ti çfarë interpretove? Çfarë morë pjesë në këtë aktivitet? Po, unë luajta një pjesë të vogël me profesorin tim, unë në kitare, ai në violin. Edhe ishte shumë më ndryshe nga herët e tjera që kishim bërë. Një emocion më ndryshe. Ti je nxënëse në cilin vit? Në vit të dytë. Si ka ecur këto vite për ty? Po shumë mirë. Çik vështirësi është, nuk po e themi kështu, por që ecim, përpiqemi. Shikon veten tënde do ta vazhdosh rrugën e muzikës apo? Se kam menduar akoma, por që më pëlqen. Ky aktivitet mori edhe vëmendjen e vizitorëve të Kalas, ku për mikrofonin ton u shprehën me nota vlerësuese për ndjesitë që morën nga performanca e artistëve të ardhshëm, të cilët promovuan vlerat më të arira të traditës të gërshetuara me të sotme në artit dhe kulturës. Sot ne morëm pjesë në këtë aktivitet ku pam disa interpretime, pam një ekspozit me piktura nga talentet të rinj, mosh afërsisht me tonën. Na përcjellën disa mesazhe të rëndësishme për fshehjen e identitetit ton të vërtet dhe mendoj se ishin vërtet gjëra që janë të rëndësishme për tu ditur nga nxënës të moshës tonë. Shkolla artistike e Gjirokastës kishte bërë këtë aktivitet të shkurtër ku dëgjua muzikë dhe këto që përmenda më sipër dhe si një nxënëse që ka talente të kësjoj tipari, mendoj se mund të shkoj edhe unë në këtë shkollë. Sot jemi këtu për ditën botërore të artit dhe ku më bukur se sa në Kalan e Gjirokastës mund ta ndjesh në të gjitha konceptet mënyrën ose fjalën art. Sepse këtu, si thua, është një ndërthurje midis së vjetrës dhe të res. Dhe këtë të re në këtë kalat të vjetër, kaq të bukur,
e bën sot shkolla jonë, Fejimi Ibrahimi, që me elementet dhe artistët e rinj na sjell sot të gjitha elementet artistik që plotësojnë mozaikun e vërtet të një fjale arti, ku është ndërthurur muzika polifonike, muzika moderne, recitimi, maskat e gjithçka. Pra këtu në këtë element ne kemi një tavalloz ku përzierja e tyre nuk bën gjë tjetër veç se na krijon një element shumë të bukur, atë që ne quajmë fjalën art ose si thua një përshtyllje të mendimit dhe të fjalës së mirëfillt artistike. Kështu që kemi ardhur sot ta shijojmë, t'i ndjejmë këta të rinj që me mënyrat e tyre mundohen që në çdo lloj mënyre, në çdo lloj fjale të përcjellin tek ne dashurinë që kanë për artin dhe atë nuk është puna ta përvetsojmë vetëm për veten e tyre, po ta bëjnë element që ta ndjejmë dhe ta shijojmë edhe ne. Pra ne si konsumator shpirtëror të artit të ndjehemi gjithmonë mirë. Pra gjithmonë ti kemi pranë çdo element, çdo gjë dhe për të kuptuar që mjafton të kesh dëshirë mirë dhe kudo në çfarëdo lloj gjëje mund të bësh art. Dhe ky është rasti konkret. I uroj edhe një herë sukses e shkollës artistike Fejimi Ibrahimi dhe gjithë elementet e talenteve të reja, të gjitha gjinjeve dhe zhanreve të artit. Që një aktivitet me shumë kuptim, që neve kuptuam shumë gjëra, që një aktivitet i ndryshëm, jo si gjithë të tjerët, që i veçantë. Gjithashtu pam edhe pikturat, maskat e ndryshme, që kanë shumë kuptime të ndryshme, pikturat me ngjyra të ndezura, gjithashtu dhe ngjyra të gurta, ngjyrën e ngurtë gri të qytetit tonë, të Kalas, të Sahatit. Ka shumë gjëra të tjera. Dëgjuam muzikë polifonike dhe që gjithashtu shumë e këndshme nga fëmijët e moshës tonë, që ka zër aq të mrekullueshëm edhe aq të vogël në moshë edhe kishin zë të mahnitshëm. Edhe më vjen mirë që ka një shkollë të tillë në qytetin tonë, që tregojnë gjithsecili talentin e tyre. Ke ndonjë talent? Po, aktrimin. Pasioni dhe këmbgulja e të rinjve për të zhvilluar talentet e tyre gjen çdo ditë mbështetjen e stafit pedagogjik të kësaj shkolle që punon me përkushtim për përgatitjen profesionale të nxënësve. Në kuadër të gjitha aktiviteteve që ka bërë shkolla artistike Fejimi Ibrahimi, sot është një aktivitet shumë i veçantë, i cili përmbledh brenda vetes së tij jo vetëm thjesht artin figurativ ose artin pamor, por mbledh muzikën, mbledh edhe letërsinë, gjithashtu edhe artin figurativ. E veçanta gjithë kësaj nis që nga dita qershor, sepse është dita ndërkombëtare e artit, dhe në këtë aspekt si shkolla artistike dhe si një nga shkollat e veçanta të qytetit tonë, ne kemi ideuar një ekspozitë të tillë, e cila siç thash edhe pak më përpara mbledh të gjithë ose më saktë 3 nga format kryesore të artit. E veçanta e kësaj plus ditës, siç e theksuam, është edhe përdorimi i maskave, të cilët janë realizuar nga nxënësit e artit figurativ, po të specialitetit të skenografisë edhe të kostumografisë. Në një nga orët që ata kanë për të njohur teatrit. Në këtë aspekt e gjithë kjo është lidhur pikërisht me këtë ditë dhe mesazhet që ato përcjellin janë shumë të rëndësishme dhe nganjëherë të domosdoshme dhe për vetë njerëzimin, dhe ku ka më bukur se sa dita e sotme, që është dita e artit, mund ta shprehin të gjithën këtë. Menduam si një simbolik, sepse sot është dhe dita botërore e artit, dhe ne si shkolla Fejimi Ibrahimi, si kabineti i muzikës dhe i pikturës, na sollën një kënaqësi të veçantë, duke punuar mësues dhe nxënës fort, por pjesëmarrja dhe ngulmimi i nxënësve ishte shumë fantastik. Kishim një prezencë të madhe dhe të pjesës së turizmit, duke parë dhe duke sjellur performanca të ndryshme të maskave të punuara nga nxënësit, si dhe të isopolifonisë nga nxënësit, por duke punuar me mësuesit. Ishte një aktivitet i veçantë dhe ne ndihemi krenar për brezat që vinë dhe dalin nga kjo shkollë. Për punën e tyre ne ndihemi të vlerësuar. Duke parë të tillë shfaqje, të tillë performancë ka nxënësit, ne ndihemi një detyrë morale dhe angazhohemi më tepër për të punuar me ta fort çdo ditë më shumë, për të pasur aktivitete të tilla dhe për të nxjerrë në skenë artistë të vërtet. Tre.
Liceu Artistik Fehim Ibrahimi, prej të rinj nga zona të ndryshme të jugut të vendit, të cilët zgjedhin të studiojnë në 2 deg, muzikë dhe arte figurative. Një pjesë e nxënësve të saj vazhdojnë më tej rrugën e bukur të artit, duke ndjekur studimet e larta, ndërsa ka dhe nga ata që përfundojnë këtu këtë eksperiencë për të marrë drejtime të tjera në jetë. Jam zënës i vitit të dytë, studioj për instrumentin e klarinetës dhe kam synime tjera, dua të vazhdoj Akademinë e Arteve. Kam gati 3 vjet që studioj për këtë instrument. Më pëlqen shumë, është një instrument frymor që më pëlqen shumë. Dhe prandaj e zgjodha. Si po ecën shkolla, mësimet? Shumë mirë, studioj. Mësuesit janë shumë të mirë, na ndihmojnë shumë. Fokusuar te kjo punë dhe do ta vazhdoj, nuk do ta lëm. Të shoj me flautë? Po, unë jam nxënëse në shkollën Fehim Ibrahimi dhe studioj për flautë. Jam në vitin e 2 gjimnaz. Kam 2 vjet, domethënë që praktikoj flautin. Më pëlqen shumë si instrument. Dhe ndaj kam vendosur që të vija këtu për flautë. Faktikisht, unë nuk do të vazhdoj shkollën e lartë për flautë, por gjithsesi do ngelet një gjë shumë e bukur, do të jetë eksperiencë për mua që unë kam studiuar në këtë shkollë dhe për këtë instrument. Flauti është shumë i bukur, është instrument për femrat, është shumë fin, na shkon. Renata Pelena, në origjina Salaria, dhe vazhdoj për instrumentin kitare. Kam 2 vite, edhe zgjodha këtë deg na që më pëlqen. Çfarë je duke pikturuar? Jam duke pikturuar me temën duart, po e pikturojmë me bojra vaj, të cilat po na mësojnë që të bëjmë formën e duarve, të gishtave. Ju jeni në vit të? Jam në vit të dytë, kam 2 vite që studioj në shkollën e Fehim Ibrahimi dhe jam shumë e kënaqur sepse shkollën e lartë do ta vazhdoj për Akademinë e Arteve dhe mendoj për ndonjë dizajn, për ndonjë make-up artist ndoshta, por që më shumë jam tek dizajni. Si punohet këtu në shkollën tuaj? Mësuesit na qëndrojnë shumë afër, gjithmonë ndërkohës kur kemi nevoja që për shembull diçka nuk e kuptojmë, mësuesit na ndihmojnë, na e shpjegojnë derisa ta realizojmë pikturën. Me një histori 50 vjeçare në përgatitjen e artistëve të rinj, Liceu Artistik Fehim Ibrahimi prej vitesh luan edhe një rol të rëndësishëm në gjallërimin e jetës artistike dhe kulturore të qytetit të Gurtë.